Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut dhe Danimarka përbëjnë 94-95% të gjithë importit të energjisë elektrike. Pra vendi ka po buron energjia elektrike, të cilën konsumatorët e Kosovës po e përdorin, është Republika e Shqipërisë, Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Danimarka. Pjesëmarrja e Serbisë në tregun gjatë importit të energjisë elektrike në vitin 2025 është më pak se 1%. Më pak se 1%, ju lutem, këto janë të dhënat që i kemi marrë deri dje. Importi i energjisë elektrike nga Serbia është irelevant. Andaj, pretendimet nga kolegët opozitarë që Kosova për 28 nëntor dhe gjatë vitit 2025 po importon energji nga Serbia është pjesë një propagandë të ndytë që ata kanë njekur që nga viti 2021 se kush ishin aktorët që sollën NOA energji në Kosovë. Në fakt, unë i pash kontratët se kush e solli NOA në Kosovë. NOA në Kosovë ka ardhur fillimisht përmes Kostit. Kosti ka nënshkruar një kontratë për mbulimin e humbjeve në veri me NOA Energji. Këtë kontratë e kemi këtu. Pra këto janë kontratat e NOA. E para, kontrata është nënshkruar me 15 janar të vitit 2018 ndërmjet subjektit NOA Energji edhe Kadri Kadriu, i cili po përfaqëson të Kostin në atë. E dyta, NOA Keku i shet të pricat e energjisë elektrike gjatë natës apo gjatë ditës. Dhe pastaj këto subjekte e riprocesojnë e shesin brenda apo jashtë vendit se kush nënshkrujti kontratë me NOA. Dhe kontrata me NOA është nënshkruar me normë 5 të vitit 2019, ndërmjet Kekut edhe NOA, e përfaqësuar nga Gentian Skëndersula. Gentian Skëndersula i nënshkruar nga Niazi Thaçi si kryeshef ekzekutiv për priorin e tij politike nuk pjo flas. Po e dini kush është ai. Tjetra, kjo kontratë s'ka doj, u dashur të nënshkruaj edhe një kontratë tjetër. Me NOA dhe një kontrata e dytë është nënshkruar me 11 tetor të vitit 2021 nga Përparim Kabashi, duke ushtruar rolin e kryeshefit kryeshefit ekzekutiv të Kekut. Në fakt kjo është kontrata dhe kjo kontratë është nënshkruar 4 ditë para së ardhjes së Nagit Krasniqit në krye të Kekut. Përparim Kabashi është subjekt i cili ka shërbyer si antar bordi i ZRE-s, është mbështetës dhe ka qenë deleguar nga subjekti politik LDK-ja, qoftë në bord të ZRE-s, ashtu edhe në Kek. Subjekti tjetër është EFT-ja. Ta kemi parasysh janë 2 subjekte që ndërlidhen me Vukhamovicin. Kush i nënshkroi kontratët me Vukhamovicin? Bazë të vështrimit tonë, faturë për faturë, dhe të cilat do t'jenë të qasshme edhe për ju në një mega file. Kontratat e para me Vukhamovicin. Paradoksalisht kolegja nga LDK dashti që ta amplifikoj këtë çështje duke thënë që me 28 nëntor po importohet nga Vukhamovici, atëherë më lejo ta informoj kolegen në fjalë që ti pyes kolegë që i ka afër LDK-s, që kanë nënshkruar dhe kanë influencuar kontrata me Vukhamovicin gjatë shpalljes së pavarësisë Kosovës. Kosova është furnizuar me energji elektrike pikërisht nga Vukhamovici. Po japi edhe vlerat që ti keni ju parasysh dhe kontratën. Kontrata një burimore, si kanë dëshirë LDK-ja të referohen, me Vukhamovicin, janë nënshkruar që nga viti 2008 dhe vlera totale deri në vitin 2013 kur këta kanë vendosur mja kalu përgjegjësinë e furnizimit Keskos është në vlerë për 141.489 euro. Pra 141 milion euro
përmes kontratave, një burimore, është përzgjedhur Vuk Hamoviqi përfshirë për të furnizuar Kosovën gjatë shpalljes së pavarësisë. Operatori i dytë i rëndësishëm ka qenë Rudnapi, po ashtu i lidhur me Damir Fazliqin. Damir Fazliqi ka qenë nipi i Stanishevit. Dhe pastaj edhe Geni, se për këtë akuzojnë të tjerët, po edhe me Geni ta kanë shkruar kontratë. Subjektet, ka 3 subjekte që duhet t'japin deklaratë, edhe i rekomandoj që t'japin deklaratë tek prokuroria speciale për këto kontrata, dhe janë Arben Gjuka, Berat Rokiqi, i LDK-s, dhe Niazi Thaçi, i PDK-s. Keku po ashtu ka nënshkruar kontrata me Vuk Hamoviqin për t'i shitur te pricat e Kekut me datë 13 maj të vitit 2019. Subjekti që nënshkroi kontratë në vitin 2019 me Vuk Hamoviqin vazhdon të jetë i njëjtë, akteri është i njëjtë, Niazi Thaçi. Vazhdon, kjo është kontratë, është për vështrimin e juaj.